Partia Fjala hapi fushatën para zgjedhore në Ferizaj. Në hapje të kësaj fushate, ku ishin të praneshëm udhëheqës të partisë dhe kandidat për deputet, kryetari i këtij subjekti Gëzim Kelmendi tha se nuk do t'i mundojnë qytetarët me tubime, por do t'i takojnë ata rrugëve të qytetit dhe nëpër lokalet apo bizneset e tyre. Ai theksoi se nuk do të japin premtime, pasi premtimet ua kanë lënë mashtruesve. Sa i përket premtimeve, premtimet ja u kemi lënë mashtruesve. Puna jonë mbet është dëshmuar, edhe unë si kryetari i Partisë Fjala dhe në punën time si në kuvende kemi dëshmuar që nuk kemi qenë për interesa personale, kemi punuar për popull dhe shtet dhe do të punojmë për popull dhe shtet dhe jo për interesa dhe xhep. Pa dyshim që Ferizaj meriton më mirë, Kosova meriton më mirë dhe ne sot e kemi zgjidhur këtë formë fushatës modeste. Ne nuk i kemi ftuar qytetarë të bim. Mjaft i kemi lodhur, mjaft populacione, por politika i ka lodhur mjaft, i ka lodhur premtime të boshe. Ne kemi vendosur që t'i takojmë qytetarët e Ferizajit dhe t'i ndajmë hallet së bashku dhe së bashku t'i bashkojmë forcat për të mirën e Ferizajit dhe të Kosovës në përgjithësi. Armja nuk është në dorën tonë. Në dorën tonë është të punojmë ndershëm se si do të jetë përfundimi, por ne jemi optimist që do të përfaqësohemi denjësisht në Parlamentin e Kosovës dhe synimi janë është të arrijmë numrin maksimal të ulës në Parlamentin e Kosovës. Kandidatët për deputet të kësaj partie thanë se në këtë mënyrë po njihen drejt për drejt me brengat e qytetarëve, në mënyrë që pas zgjedhjeve ato t'i adresojnë në kuvendin e Kosovës, nëse arrin të jenë pjesë e tij. Ne nuk do të bëjmë premtime as shumë sa që sikur partitë tjera ose t'ju ngjojmë partive tjera. Qëllimi jam kryesor është siç e tha dhe kryetari që dalim sa të ndëgjojmë hallet e qytetarëve, ankesat e tyre, pse jo edhe në ankesë që kanë, pse jo për neve të ndëgjojmë të çojmë hallet me ta dhe kështu të marrë mendimet të tyre bashkërisht edhe të punojmë për shtetin tonë, faktikisht për Ferizajin, pasi që na jemi përfaqësues tyre në kuvend. Pak më parë dhe kryetari tha që nuk do të bëjmë ashtu premtime boshe, se jemi lodhur me ato premtime që tash 18 vite kanë premtu, po kurrëherë nuk kanë bërë kurrë. Do të mundohemi të pamundurën ta bëjmë, gjithmonë do të jemi ndihmë qytetarëve. Kështu që besoj që nëse zgjidhemi faktikisht, ja lojmë fjalën zgjedhjeve të 11 qershorit, atëherë puna jonë do të shihet. Po ne do të mundohemi të zgjidhim bashkë me ata, faktikisht duhemi të ndëgjojmë çfarë halle kanë dhe të mundohemi bashkërisht të zgjidhim ato halle. Kandidat për deputet të Partisë Fjala në Ferizaj janë Gentiana Krasniqi, Burim Etemi dhe Emona Sahiti. Kjo parti në këto zgjedhje ka 110 kandidat për deputet.